siguria është shumë e lartë. Edhe nuk ka asnjë mundësi as praktike as teorike që personi të votojë 2 apo më shumë qendra të votimit. Po paraqitemi në qendrën e votimit me kosh në komunën e Gjakovës, në shkollën Hysni Zajmi. Pranë meje kam drejtorin e kësaj shkolle, Gjok Tahiri, i cili ka më na tregu më shumë detaje në lidhje me procesin se çish ka shku votimi që nga ora 7 kur është hap kjo qendër e votimit. Drejtori, nëse më nësh më na tregu nga ora 7 çish ka shku procesi, a është hap qendra me kohë? Në përshëndetje, sot është dita votimeve, në orën 7 çdo gjë ka qenë e përgatitur për fillimin e votimeve në qendrën 0201, votim me kusht. Është vetëm qendër në komunën e Gjakovës e cila mund të votojnë me kusht, por në shkolla të tjera dhe në qendra të tjera nuk ka votime me kusht, vetëm këtë qendër këtu. A mundesh me na informu me numrin e pjesëmarrësve në votim? Po, deri tani, me ta thënë numrin e saktë, janë 67 pjesëmarrës të cilët kanë votuar dhe kanë shprehur votat e tyre në këtë qendër votimit. Sa është e krahasu me zgjedhjet e kaluara të 28 Vitet e kaluara zakonisht ka shkuar deri në 300 numri i votuesve me kusht, për këtë vit presim. Drejtor, nëse mundesh më na tregu më shumë detaje rreth votimit me kusht, se kush ka të drejtë dhe ç'i zhvillohet ky proces? Zakonisht në këtë qendër vijnë persona të cilat për një arsye ose arsye tjetër nuk e kanë të caktuar qendrën votimit, ose persona, për shembull të qytetet që vend votimin e kanë punë në Shesë ose në Camian ose në qendra më të larta, mund të vinë votojnë këtu, ose zakonisht persona të cilët janë larg nga bota jashtme dhe nuk e ka përcaktuar vend votimi i tyre. Kjo qendër e votimit me kusht e ka sigurinë shumë të lartë. Pra spari personi paraqitet te kutia votuese, regjistrohet, pastaj është edhe kamera monitoruese, emri edhe dhënat e tij regjistrohen në kompjuter, pastaj merret flet votimi, votohet edhe flet votimi i saj ose i tij qitet në plik ose vendoset në kutinë e vendvotimit. Pra këto numërohet vetëm numri persona, nuk votohet, nuk hapet pliko për kandidat edhe për parti politike. Pra siguria është shumë e lartë. Edhe nuk ka asnjë mundësi as praktike as teorike që personi të votojë 2 apo më shumë qendra të votimit.